Partia Socialiste akuza KQZ-s po fshet qëllimisht listat e kandidatëve. Partitë dhe koalicioni vëzhguesve vendor kërkojnë transparencë. Pas kandidimit për deputet kodi zgjedhor, detyron prefekt e kryebashkiak të japin dorëheqje në lista 5 përfaqësues vendor nga e Majta dhe e Djathta. Berisha nga Elbasani akuza Ramës për bllokim të integrimit dhe premtim për rroga mësuesi $700 nëse fiton mandatin e tretë. Ministri Kosova deklaron onkologjiku pa ilaçe pasi blieshin me çmim 8 herë më të lartë se tregu. Presidenti serb deklaron dështimi bisedimeve vështirëson zbatimin e paktit, akuza shqiptarëve, apel serbëve të pranojnë marrëveshjen. Këto janë lajmet. Ky është Vizion Plus. Përshëndetje e të nderuar teleshikues. Një nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Ridian Saliani, ngre dyshime mbi transparencën në punën e këtij institucioni, duke lidhur me faktin që listat e kandidatëve për deputet jo vetëm nuk bëhen publike, por nuk u jepen as përfaqësuesve ligjor të forcave politike. Ai thotë se kjo situatë që nuk ka ndodhur kurrë më parë bëhet pasi PD-ja nuk ka dorëzuar emrat me dokumentacionin dhe një pjesë e kandidatëve demokrat duhet të dorëhiqeshin nga funksionet. Kur kanë kaluar 3 ditë nga dorëzimi i listave të kandidatëve për deputet, Partia Socialiste akuzon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se nuk po tregohet transparente për të publikuar këto lista. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste në KQZ në një intervistë për Vizion Plus pohon se nuk është vënë në dispozicion asnjë informacion, duke shprehur habi që kjo është bërë vetëm me përfaqësues të PS-s, por jo të PD-s. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhajnë përgjigje duke anashkaluar problemin, duke thënë që ka kohë, por ne jemi të mendimit që në bazë të kodit zgjedhor dhe duke bazuar në transparencën që duhet të ketë ky proces, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i detyruar të vënë në dispozicion çdo akt i cili ndodhet në institucionin e Komisionit e KQZ-s. Partia Demokratike nuk e ka bërë kërkesën se i ka pasur listat e Partisë Socialiste në dorë 5 minuta mbasi ato janë depozituar. Pra, nëpërmjet KQZ-s, i cili sot është një institucion politik, ajo ka çdo informacion dhe çdo akses. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste ngre dyshime për listat e dorëzuara nga demokratët në kushtet kur vetë socialistët i kanë bërë transparente listat e tyre. I kontaktuar nga Vizion Plus Niazi Kosovrasi, përfaqësuesi i PD-s, thotë se gjithçka është konform ligjit dhe brenda afatit, kur bëhen publike listat. Por në këtë pikë Saliani arsyeton se është hera e parë e këtij fenomeni në prag të zgjedhjeve. Me sa unë kujtoj edhe në zgjedhjet e 2009-s, ky nuk ka qenë problem. Pra, listat nuk ka qenë problem. Ato nga momenti i depozitimit janë ditur si nga publiku, si nga partit. Sot është ky problem. Nuk ka ekzistuar problemi, pra është për arsye se ligji thotë qartë, një dokument që depozitohet në institucion, çdo përfaqësues ka drejt ta kërkojë. Mosdhënia e listave nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ngre dyshime nëse Partia Demokratike mund t'i ketë dorëzuar ose jo të plota kandidaturat me dokumentacionin përkatës, dhe veç kësaj, me faktin se një pjesë e zyrtarëve të lartë nuk kanë dhënë dorëheqje nga funksioni që mbajnë aktualisht dhe që në disa raste janë të papajtueshme me kodin zgjedhor në rastin e kandidimit për deputet. Dhe në fakt në listat e kandidatëve për deputet janë 5 të zgjedhur vendor dhe prefekti i Tiranës, që në bazë të kodit zgjedhor duhet të dorëhiqen në momentin e kandidimit. Disa prej tyre thonë se kanë bërë një gjë të tillë, ndërkohë që në vitin 2005 krahas tyre ikën nga detyra dhe funksionar të lartë shtetëror. Koalicioni vëzhguesve vendor mendon se nëse kjo nuk ndodh, do të ishte një tjetër standard i cënuar në zgjedhje. Janë 5 drejtues të pushtetit vendor dhe prefekt të cilët duhet të dorëhiqen nga postet për shkak të kandidimit për deputet në zgjedhjet e 23 qershorit. 3 i përkasin partisë në pushtet Partisë Demokratike dhe 2 Partisë Socialiste. Në 63 kodi zgjedhor saktëson se nuk mund të kandidojnë për mandatin e deputetit, pa hequr më parë dorë nga detyra, krerët e bashkive dhe të komunave, prefektës si dhe kryetarët e antarët e komisioneve të zgjedhjeve. Për shkak të precedentit të krijuar në vitin 2009 me Gert Bogdani dhe Lefter Maliqin, si dhe disa drejtues të tjerë të pushtetit vendor, të cilës sipas Partisë Socialiste mbajtën postet e tyre edhe pas kandidimit, koalicioni vëzhguesve vendor thekson se zbatimi i ligjit është i rëndësishëm për mbarvajtjen e procesit. Është një moment shumë i mirë për të rikujtuar që të parët që duhet të respektojnë ligjin apo të zbatojnë ligjin apo të mos krijojnë keqkuptime të natyrave të mos përputhjes së mandateve nesër, janë në kohën e dur të gjitha kandidat tashmë të shpallur nga partitë e tyre dhe të zyrtarizuar më vonë në javën procedurale që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë vendimin e dur për të shpallur si lista zyrtare të kandidatëve në zgjedhjet e 23 qershorit, duhet me patjetër të jenë të parët që të respektojnë ligjin dhe të japin dorëheqjen e tyre në momentin më të parë.
Të kontaktuar nga Vision Plus, prefektët Kelti Skruja, Voltana Ademi si dhe kryebashkiaku i Bulqizës konfirmojnë se kanë dhënë dorëheqjen, e cila është e depozituar tashmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dorëheqjen e ka dhënë edhe socialistja Lindita Nikolla, e cila drejtonte deri dje minibashkinë numër 1 në Tiranë. Në fakt duhet specifikuar se ata zgjedhur vendor që nuk e kanë respektuar ligjin, kodin zgjedhor, janë pikërisht zgjedhurit që vinë nga maxhoranca, që është mësuar të mos i respektojë ligjet dhe duke u kthyer në një model të shëmtuar të mos respektimit të ligjeve. Jo, unë posaçërisht dhe çdo i zgjedhur vendor i Partisë Socialiste në respekt të ligjit kemi ndjekur të gjitha hapat e dura, që do të thotë kemi bërë deklaratën e dorëheqjes pranë Këshillit të Njësisë Bashkiake numër 1 për bërë më pas gjithë procedurat e plotësimit deklaratës si kandidate. Ndërkaq në listat e kandidatëve për deputet Partisë Demokratike ka shumë emra që janë në krye të institucioneve të rëndësishme të shtetit, të cilët nuk e kanë dhënë dorëheqjen pasi ligji nuk i detyron. Por ka një precedent moral i cili nuk është ndjekur më, i vendosur në zgjedhjet e 2005-s me Andis Harasani dhe Shpëtimi Drizin, të cilët dhanë dorëheqjen nga postet që mbanin, duke u futur në fushat si të barabartë me kandidatët e tjerë. Kryeministri Berisha nga Elbasani akuzon Ramën dhe opozitën se ka penguar integrimin e vendit duke mos votuar 3 ligjet. Gjithashtu gjatë preurimit të një shkolle, kreu i qeverisë premtoi të çojë në $700 rrogat e arsimtarëve nëse fiton një mandat të tretë. Kryeministri Berisha gjatë një turi inaugurimesh në Elbasan ka sulmuar sërish opozitën për mosvotimin e 3 ligjeve dhe bllokimin e statusit të vendit kandidat. Duke shprehur gatishmërinë për votimin në çdo kohë të këtyre ligjeve, Berisha akuzoi socialistët se po mbajnë peng pasaportën europiane të shqiptarëve. Në mënyrën më paradoksale, më të papranueshme, këto ligje nuk u votuan. Dhe u mor peng një pasaport e shkëlqyer për secilin prej jush, për secilin prej nesh, për vendit në tërësi, siç ishte statusi i vendit kandidat. Pasaporta do ishte një besim i madh për investitorët e tyre për të ardhur investuar në Shqipëri. Më herët Berisha përuroi një shkollë nëntëvjeçare në Fushmbret, ku premtoi se arsimi do të jetë prioritet i qeverisë edhe për 4 vite të tjera. Qëndrimi në diell gjatë fjalës së kryeministrit për afro 25 minutash, duket se i ka sjell probleme një prej nxënësve, i cili ka pësuar gjendje të fikti. Veç përmirësimit të infrastrukturës arsimore, kryeministri theksoi se paga e arsimtarëve do të arrijë në $700. Partia Socialiste denoncon faktin se 26.000 zgjedhës janë të dubluar në listat e Ministrisë së Brendshme, ndërsa vënë në dyshim besueshmërinë e kësaj ministrie, opozita denoncon dhe faktin se 352.000 votues nuk kanë adresë të saktë. Megjithatë, Partia Socialiste deklaron se ka regjistruar vetë të gjithë shtetasit e dyshimt dhe nuk do të lejojë abuzime. Partia Socialiste konstaton se në prag të shpalljes së listës përfundimtare të zgjedhësve ka një numër të konsiderueshëm personash të dyshuar si të dubluar ose zgjedhës pa adresë të saktë banimi. Nën sekretari për çështje zgjedhore Bledar Çuçi pohon se në këtë pikë janë shkelur rekomandimet e OSBE-ODIR, duke vënë në pikë pyetje besueshmërinë e Ministrisë së Brendshme në hartimin e këtyre listave. Ekspertët tanë përfundimisht kanë nxjerrë një shifër prej 25.874 shtetas të dyshuar si të dubluar në listat zgjedhore për zgjedhja 23 qershorit. Shqetësimi që lidhet me adresën zgjedhore është pikërisht ka të bëjë me atë që në bazë të adresës zgjedhore shtetësi caktohet dhe qendra e votimit. Kjo shifër në listën e fundit apo në ekstraktin e fundit për bërësve zgjedhor është 352.337 zgjedhës. Çuçi sqaron se Partia Socialiste disponon të gjitha informacionet për këto persona, që do të thotë se asnjë sipas tij nuk do të ketë mundësi të abuzojë me votën në ditën e votimit. Ai sqaron se problematika në këtë pikë mbetet qarku i Tiranës, duke radhitur datët të Korçës dhe Vlorës. Nën sekretari për çështje zgjedhore pohon se për këtë situatë janë vënë në dieni dhe partnerët ndërkombëtar. Ndërkohë Partia Socialiste thotë se qeveria Berisha ka dështuar në procesin e integrimit të vendit në BE. Kryetari i Komisionit të Integrimit Ditmir Bushati citoi në këtë rast zgjedhjet si problemi kryesor i ngritur dhe nga ndërkombëtarët. Tentativa e tij flagrante për të deformuar me çdo kusht procesin zgjedhor, kokforcia me cilën po i përgjigjet paralajmërimeve dhe thirrjeve gjithnjë më serioze që vijnë nga partnerët ndërkombëtar për koston që kjo do të kishte për vendin, janë prova më e qartë se Sali Berisha e ka bërë zgjedhjen e tij.
Përfundojnë dhe për këtë vit provimet e shtetit për ata që kanë mbaruar për mësuesi apo mjekësi. Dega e mjekësisë ka rezultuar më cilësorja nga përfundimet, ndërsa më dobët janë studentët e infermierisë dhe farmacisë. Pavarësisht çfarë universiteti ndiqni, publik apo privat, kur bëhet fjalë për provimin e shtetit, të gjithë të diplomuarit në fushën e mjekësisë dhe mësuesisë i nënshtrohen të njëjti test. Deri tani kandidatët më cilësor kanë rezultuar ata të profilit të mjekësisë, ndërsa më dobët të diplomuarit e infermierisë, ku 52% e tyre kanë dalë mbetës, e ndjekur nga farmacia me 50% ngelës dhe mësuesia ku 38% e kandidatëve nuk kanë mundur të fitojnë të drejtën e ushtrimit të profesionit. Por drejtues të provimeve të shtetit tregojnë se mes 4400 kandidatëve që kanë dhënë provimin, 2% e tyre përsërisin për herë të katërt. Kjo kategori ka edhe një shans tjetër, në të kundërt ata nuk mund të ushtrojnë kurrë profesionin për të cilin janë diplomuar. Në bazë të ligjit profesioneve të rregulluara, një kandidat mund të marrë pjesë në provimin e shtetit deri në 5 herë. Në të kundërt u mbet të drejtën e ushtrimit të profesionit. Në çfarë mënyre i diqe diploma? U mbet të drejtën e profesionistit. Pastaj varet nga urdhri. Domethënë ai nuk mund të punojë ashtu, por do punojë si ndihmës ose të themi ndihmës inxhinier, ndihmës në farmaci, po jo ta ketë farmacinë në emrin e tij. Ndihmës mjek, të thuash që kjo do të thotë që ai nuk do të jetë i pari në zanatin e tij. Gjithmonë duhet të ketë një profesionist. Ndërkohë nga 2 maj deri në datën 22 të po këtij muaji do të zhvillohet provimi i shtetit për profilet e mjekësisë, ndërsa periudha e gushtit do të jetë për degën e mësuesisë. Drejtues të urdhrit të mjeku dhe farmacistit presin përfundimin e rezultateve për përpunimin e të dhënave. Sipas tyre referuar sezoneve të kaluara, rezultatet më të mira i kanë arritur kandidatët e universitetit shtetëror dhe më dobët të diplomuarit nga universitetet private. Ministri i Shëndetësisë Halim Kosova zbardh arsyet pse u anullua tenderi ilaçeve në QSUT. Sipas Kosovës, në tender ishte parashikuar të bliheshin medikamente me 8 fishin e vlerës reale. Ky është motivi sipas ministrit pse onkologjiku vuan për ilaçe, situatë që do të zgjidhet shpejt. Ministri i Shëndetësisë Halim Kosova ka zbardhur detaje të tjera në lidhje me tenderin e kthyer mbrapsht në qendrën spitalore Nën Tereza. Sipas tij, medikamentet ishin blerë me 8 fish të vlerës reale dhe kjo është arsyeja pse në onkologjik nuk ka ilaçe për të sëmurë tumorial. Nuk mund të pranoj që një ilaç në onkologjik të shitet 8 fishin e normës që normalisht duhet të jetë. Dhe unë do t'i kërkoj falje pacientëve 100 herë, po kemi bë përpjekjet maksimale dhe që sot normalisht duhet filloj furnizimi mos ketë asnjë gjë, ndërkohë që tenderi kryesor duhet të mbaroj afatet e datës 15 maj. Ne kemi fondet nga ato që kursym duke i kthy nga rruga e nisur, që ishte rrugë jo për pacientin. Bëhet fjalë për 2.4 miliard lek tender për blerje medikamentesh, të cilin ministri aktual i Shëndetësisë ka anulluar. Procesi do të vijojë me prokurim të drejtë për drejtë, por paralajmërohen të tjera zhvillime në këtë sektor, pas përfundimit të auditit të brendshëm në QSUT. Këto deklarata, Ministri i Shëndetësisë i bëri gjatë konferencës për incidentet në shëndetësi, ku kërkua mbajtja e protokolleve për këto raste dhe pasojat e tyre që mund të çojnë deri në humbje të jetës së pacientit. Ligji i prokurimeve ka ndryshuar disa herë, por duket se asnjë prej këtyre ndryshimeve nuk ka zgjidhur problemin kryesor, korrupsionin në këtë sektor. Biznesi ankohet se në shumë raste institucionet që kanë nevojë për tendera me prokurimi paracaktojnë fituesit. Pavarësisht përmirësimeve që janë bërë ligjit të prokurimeve, sërish tenderat që zhvillohen në institucionet shqiptare nuk arritën të shmangin problemin kryesor, atë të paracaktimit të fituesit. Bizneset pjesëmarrëse në garë evidentojnë 3 problemet kryesore të ligjit të prokurimit, të cilat i bëjnë garat as pak transparente dhe të dyshimta. Ndaj bizneset kërkojnë ndryshim të ligjit apo dhe përmirësim të udhëzimeve. Referencat në ligjin e prokurimeve i përcakton tenderuesi. Pra, secili tenderues bën ato referenca sipas interesave të veta, shpallja e subjektit fitues këtu tek ne me ligj është e saktë. Dhe thotë që shpallet fitues oferta më e ulët e përgjegjshme. Mënyra se si del kjo e përgjegjshmja në udhëzimin që ka dalë është kryekput e gabuar. Kjo situatë ka bërë që në fillim procesi tenderimit jeti paragjykuar dhe ishte bizneset të marrin pjesë. Tenderat mund të paracaktohen, që tenderat mund të shkojnë atje ku e gjykon ai, që cilësia e veprës nuk sigurohet.
edhe pse prokurimet tashmë kryen online duke shmangur kontaktin mes ofertuesit dhe komisionit të tenderit, sërish edhe në raportet e avokatit të prokurimeve, praktikat abuzive pse jo edhe korruptive mbeten prezent. 7.000 persona kanë vetë deklaruar se kanë të ardhura mbi 2 milion lek në vit dhe kanë plotësuar formularet për katës duke paguar dhe taksat sipas ligjit. Ekspertët ndërkohë që deklarojnë se shifra duhet jetë më lartë shprehen se problemi kryesor për këtë ligj mbetet informaliteti që nuk lejon matjen fikse të ardhurave. Edhe pse 2013 është viti i dytë që administrata tatimore synon të vjel taksa qytetarëve të cilët gjenerojnë të ardhura mbi 2 milion lek në vit, sërish numri i personave që kanë plotësuar një formular të tillë nuk i kalon 7.000 vetë. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Tatimeve, ky vit krahasuar me 2012 ka shënuar një përmirësim, por sërish stafi tatimeve beson se ka më tepër individ të cilët duhet të paguajnë këtë taks, prandaj ka nisur puna edhe për verifikimet. Ekspertët kontabël e shohin këtë problem si pjesën e informalitetit që ekziston në deklarimin e pagave të punonjësve, apo mungesën e një sistemi të plot i cili duhet të plotësojë çdo qytetar me numër fiskal, është apo nuk është subjekti tatueshëm. Ka të bëjë me luftën kundër informalitetit dhe pikërisht kjo lloj fryme duhet futet tash te secili shqiptar për shkakun që ka një detyrim ligjor për deklaruar të ardhurat personale. Ka të bëjë me atë që kemi thënë gjithnjë, domethënë me një sistem të integruar. Ne duhet krijojmë sisteme të integruara për secilin qytetar, për shembull, që realizon të ardhurat, ai duhet të ketë një numër fiskal. Dhe kjo atë ta detyroj që ai në një formë ose në një tjetër të deklaroj ato që ka për të deklaruar. Ndërkohë që pjesa tjetër lidhet edhe me ndërgjegjësimin. Ekspertët shprehen se nëse nuk deklaron të ardhurat, mund të krijohen probleme gjatë viteve në vijim. Secili individ që realizon të ardhurat për mua duhet i deklaroj. Pse? Sepse do vi puna që në një të ardhme mund të akuzohet edhe për pasurim barash. Mund të deklarohet për pasuri që nuk i ka të ligjëruara. Dhe mund të ketë edhe probleme, mund të ketë probleme edhe me pasardhësit. Kontabilistët shprehen se penalitetet për personat që fshehin të ardhurat duhet të jenë më të forta. Ligji parashikon se gjoba për këta individ është fikse 300.000 lek dhe në disa raste çështja mund të shkojë edhe në ndjekje penale, ku shifra është shumë e lartë. Kanë mjaftuar 30 minuta reshje breshëri për të shkatruar me qindra hektar pemë frutore, vreshta dhe të mbjella në Kurbin. Banorët e fushkuqjes që rezulton më e prekura nga fenomeni natyror thonë se dëmet janë të konsiderueshme. Në një sipërfaqe prej afro 200 hektarësh është dëmtuar thuajse tërësisht prodhimi bujqësor i Stinës. Ditët e fundit breshëri ka shkaktuar probleme edhe në disa fshatrat e Elbasanit dhe Lezhës. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić fajson shqiptarët për dështimin e bisedimeve në nivel ekspertësh për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Sipas tij, plani arbitrar i shqiptarëve nuk arriti të kalonte në Bruksel. Tashmë pritet që palët të zhvillojnë sërish bisedime në nivel kryeministrash. Presidenti serb Tomislav Nikolić deklaron se pas dështimit të bisedimeve mes ekipeve të ekspertëve të Beogradit dhe Prishtinos për zbatimin e marrëveshjes, gjithçka do të jetë më e vështirë. Nikolić tha për mediat serbe se në Bruksel nuk u jetësua plani i palës shqiptare që të harrohet tërësisht marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve. Ai u shpreh se Serbia duhet ta zbatojë sa më parë planin dhe ju ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që ta pranojnë atë. Një ditë më parë në Bruksel, ekipet për zbatimin e paktit të 19 prillit përfunduan pa rezultat 2 ditë negociatash intensive. Pas takimit, palët akuzuan njëra tjetrën për ndështimin. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, e cila parashikon masat e reja për administrimin e veriut, u arrit më 19 prill në Bruksel ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Tashmë sfidë më vete mbetet vetëm zbatimi i saj në terren. Dy kryeministrat pritet të takohen së shpejti në përpjekje për të gjetur një gjuhë të përbashkët. Naser Kelmendi, kërkuari ndërkombëtar për trafik droge, do të mbetet edhe një muaj në paraburgim. Misioni Europian për sundimin e ligjit EULEX ka marrë këtë vendim pas skadimit të afatit 48 orësh prej arrestimit të tij. Fillimisht Kelmendi ishte vënë pranga nga policia e Kosovës, por u lë lirë 48 orë më vonë për t'u arrestuar brenda pak minutash nga EULEX-i. Pala mbrojtëse ka kërkuar që gjykata ta refuzojë këtë kërkesë për shkak të mungesës së provave. Naser Kelmendi, shtetas i Bosnjë Hercegovinës dhe Kosovës, u arrestua mbrëmjen e së dielës në Prishtinë në bazë të një fletaresti ndërkombëtar. Regjizori amerikan që ka marrë përsipër të ngjisë në teatrin kombëtar pjesën Ëndra një natë e verë ka nisur punën me audicione të gjata për të përcaktuar aktorët. Ndërkohë ai vetë deklaron se do të sjellë një Shakespeare jo thjesht klasik, por me nota moderne. Lëvizje, fantazi dhe plot element komik.
Është kjo ajo çka premton regjizori amerikan i 25 shfaqjeve shakespeariane, John Blondell, për ëndrrën e një nate vere. Pas audicioneve të gjata për të gjetur aktorët e duhur, Blondell i është rikthyer Tiranës dhe Teatrit Kombëtar këto ditë maji për një nga eksperiencat e tij më të veçanta, siç e quan ai. I pyetur nëse kjo komedi e famshme e Shakespeare-it do të tingëllojë më tepër moderne apo klasike, Blondell thotë se do të rrezikojë me modernën. The approach to this is actually very modern. Është me të vërtet moderne. Gjuha në të cilën do të interpretojnë aktorët është e njëjtë me ato që unë do të kisha dëshirë të dëgjoja. Pra do të jetë vibruese jo vetëm gjuha, por edhe kostumografia, pasi këto janë elementet e një teatri modern. Unë preferoj shumë lëvizjet koreografike, muzikën dhe ekspresivitetin. Jam i sigurt që publiku do ta pëlqejë dhe nuk mendoj se kjo zgjedhje është e rrezikshme. Në Teatrin Kombëtar Shakespeare është vendosur 13 herë ku pjesa e fundit Henry VI u polemizua edhe ndërkombëtarisht për konceptin regjizorial. Këtë herë teatri ka besuar ëndrrën e një nate vere një regjizori i cili njihet për punën e suksesshme me Shakespeare-in, por deri ditën e premierës, më 31 maj, kjo mbetet për tu parë. Piktori shkodran Nikolin Luci ka hapur një ekspozit në Firenze të Italisë. Vet Luci, intervistuar nga mediat vënda, se tregon se frymëzohet nga gjithçka që i duket e bukur, ndërsa kritikët italian kanë vlerësuar mënyrën se si piktori përcjell artin në telajo. Me një karrierë të stabilizuar prej vitesh në Europë e kryesisht në Itali, piktori shkodran Nikolin Luci ka çelur një ekspozit personale në Firenze. Ekspozita me mbi 50 vepra, të gjitha në telajo kanë ngjallur interes për televizionet lokale, si dhe shpritur mjaft mirë nga kritika vendase, e cila e ka cilësuar pikturën e Lucit si një vepër plot dritë. Vetë autori është shprehur se e bukura është ajo çka e frymëzon. Quando dipingo, frymëzimet për mua janë të ndryshme. Shqipëria dhe Italia gjenden kudo në punët e mia, pasi e bukura është ajo çka për të cilën kemi të gjithë nga pak nevojë. È un pittore con le qualità e i pregi dei grandi. Është një artist me cilësi të larta për sa i përket mënyrës se si e përcjell artin në telajo. Drita e plot në veprat e piktorit është për t'u admiruar, ku ndikimi i vendit nga vjen dominon dukshëm. Peizazhet janë në pjesën më të madhe ato çka dominojnë krijimtarinë e piktorit shkodran, por me saj ka portrete dhe nudo. Ekspozita e Nikolin Lucit është çelur në Firenze në 4 maj e do të vijojë të qëndrojë e hapur deri më 16. Artisti ekspozon prej vitesh me ekspozita kolektive, ku edhe është vlerësuar me çmime. Në lajme ndoqët Partia Socialiste akuza KQZ-s po fshet qëllimisht listat e deputetëve. Partitë dhe koalicioni vëzhguesve vendor kërkojnë transparencë. Pas kandidimit për deputet kodi zgjedhor, detyron prefekt e kryebashkiak të japin dorëheqje në lista 5 përfaqësues vendor nga e Majta dhe e Djathta. Berisha nga Elbasani akuza Ramës për bllokim të integrimit dhe premtim për rroga mësuese $700 nëse fiton mandatin e tretë. Ministri i Kosovës deklaron onkologjiku pa ilaçe pasi blieshin me çmim 8 herë më të lartë se tregu. Presidenti serb deklaron dështimi i bisedimeve vështirëson zbatimin e paktit, akuza shqiptarëve dhe apel serbëve të pranojnë marrëveshjen. Përfunduam këtu bashkë të nderuar teleshikues, ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.